Me ardhjen e pranverës, përveç alergjive të zakonshme sezonale, vërehet edhe një rritje e ndjeshme e rasteve me ekzem, një problem i shpeshtë i lëkurës që shkakton kruarje, skuqje dhe irritim. Pacientët me ekzem në këtë moment do ndjejnë që lëkura atyre ka më shumë nevojë për hidratim, do shfaqen sanjolla të kuqe, do kruhen një çik më tepër natën, dhe kjo është një periudhë normale sepse ekzema është një sëmundje kronike që ka fazën e vet të riakutizimit dhe fazën e vet të qetësimit. Ekzema nuk është sëmundje ngjitse, por ka një natyrë kronike dhe gjenetike e mund të shfaqet në çdo moshë me forma dhe lokalizime të ndryshme sipas grup moshave. Ekzema në përgjithësi shfaqet kudo, në çdo pjesë të trupit, në moshat madhore, kurse tek fëmijët e vegjël ekzema quhet ndryshe dermatiti atopik, sipas moshës së fëmijëve në përgjithësi ka vende të caktuara ku preferon të lokalizohet. Në këto ditë ka shumë pacient me ekzema atopike, pra dermatiti atopik, sepse mbas është faza e alergjizimit pikërisht kjo fazë, edhe prindërit shqetësohen dhe kërkojnë më shumë biseda dermatologjike, por është një sëmundje normale, ekzematoze. Mjekja dermatologe Entela Shkodrani thekson rrezikun e përdorimit të trajtimeve alternative pa recetë, veçanërisht kur bëhet fjalë për fëmijë. Në përgjithësi mjekimi alternativ i parë që japin farmacitë është mjekimi me pomadë ose kremra me bazë kortizoni. Mjekimi me këto kremra, flas lokalisht, ka kundërindikacione. Edhe fuqia e kortizonikut që është në ato kremra rekomandohet sipas moshave të caktuara dhe zonat të caktuara të lëkurës. Asnjëherë nuk preferohet të jepet një krem me bazë kortizoni tek fëmijët e vegjël, sepse kremi përtitet dhe ka efekte të anësore. Mos shkoni direkt në farmaci, konsultoni mjekun e familjes, konsultoni dermatologun. Ka mjekime tjera alternative, mjekime me krem hidratant apo kremra që kanë efektin e një kortizoniku, por në fakt nuk janë kortizonik. Dhe nëse nuk keni rezultat nga ky mjekim që mund të jepet nga mjeku familjes, do takoni dermatologun që do ju fusin në skemë protokolli trajtimi. Mjekja Shkodrani këshillon që trajtimi i ekzemës të bëhet në mënyrë të kontrolluar dhe të personalizuar, duke shmangur vetë mjekimin për të garantuar një menaxhim të sigurt dhe efektiv të kësaj sëmundje kronike.